Ekipet po vazhdojnë punën në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisionarët e Komisionit Qendror Zgjedhor po rinumërojnë votat e kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi pret që rinumërimi të përmbyllet në fund të këtij muaji. Aktualisht, numri i ekipeve të angazhuara në procesin e rinumërimit gjatë një dite të plot pune nga ora 8 e mëngjesit deri në mesnatë është 76, bazuar në këtë kapacitet dhe në numrin e vendvotimeve të mbetura për të rinumëruar, planifikojmë dhe po bëjmë përpjekje që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të muajit janar. Pavarësisht përmbylljes së rinumërimit, hulumtuesi nga Instituti Demokratik i Kosovës Eugen Cakulli thotë se më pas do të marrin kohë afatet e ankesave. Cakulli thotë se institucionet duhet që patjetër të formohen deri në fund të muajit shkurt. Nuk duhet harruar që pas datës 28 shkurt, respektivisht nga 1 marsje e tutje, asnjë pagesë vetme më nuk mund bëhet nga thesari i shtetit pa u miratuar buxheti i ri. Dhe këtu përfshihen jo vetëm pagesat për kontraktor, por edhe pagat, pensionet, shtesat dhe çfarë do transaksioni tjetër nga thesari. Dhe unë besoj që do të arrihet që të paktën të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhë qeveria para fillimit të muajit mars, derisa çështja e presidentit besoj do të jetë në një hapësirë kohore tepër të ngushtë, duke rrezikuar edhe potencialin e konsensusit. Shqetësim të njëjtë me Cakullin ndan edhe Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Do të ndodhemi përballë situatave kur në fund të muajit shkurt nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik për muajin mars, sepse do duhej me u votu një qeveri që e tregon ligjin për buxhetin për vitin aktual dhe që të ndodhë ky votim me procedurë të përshpejtuar. Në këtë rast, në rast se ndodhë që rezultatet të zgjedhore të certifikohen në mes të muajit shkurt ose në fund të muajit, atëherë do duhet që presidentja për aq mandat sa ka të thërrë seancën konstitutive më shpejt se sa herën e kaluar. Të gjithë komunat e Kosovës kanë shkuar në rinumërim pas një vendimi të KQZ-s. Ky vendim erdhi pasi në 10 komunat fillestare ku ndodhi rinumërimi, kishte mospërputhje të shumta të votave për kandidat për deputet.